E nesër në Drenas e po vazhdojmë në hanë të Elezit, tek një familje me një të kaluar mjaft patriotike. Bëhet fjalë për familjen e Murat Lokaj, i cili sot po na pret për iftar. Baca Murat Loku tashmë po na priste. Na uroj mirëseardhje dhe na drejtoi të futemi brenda. Kësaj radhe iftarin po e presim në një ambient tjetër, në një ambient tradicional me frymë patriotike, në Odë, aty ku mbahet qiftelia e Sharkia, aty ku përveç nesh ishte edhe UÇK-ja. Themi kështu sepse Oda ishte mbushur me emblema, mirënjohje, fotografi e uniformë të UÇK-s. Koha iftarit erdhi. E ne të ulur kom kryq presim lajmin se janë ndezur kandidat. Baca Murat na lojmëroi e na uroi agjerim të pranueshëm. Mundi me bë iftar e ju boft mirë. Faleminderit shumë. Në ambient tradicional ishte shtruar një sofër tradicionale. E hijeshin iftaret i ashtuan edhe rrëfimet e bacës Murat. Të kam një pa djem të vëllavit. I vllajt ma se babës këtina ma mirë pa e përgjën të majet. Kjo valon maj, për vllaznive maj vogël jashtë. Baba e këtina, na ka pas vdek në Livad 1993 të kosit në Kosën pra. Që isha të shikron shtaj një pja atina, unë isha të ekshi që nështë Kosën pra që për ka bombë edhe ma. Shëllim Loku. Ishtë i burgos politik, të më në kohët luftës, e robë luftës. Ka qëndru me Albin Kurtin 14 muaj 17 ditë në dokët. Në burg? Për rajftë. Po, më këthishi që mirë është nash, po, ka pas përnu këto në fabrikë të Salonitit, azbest qementës ajo, ajo ka qenë, ajo fabrika e materialë në konë kancerogen. Dhe qa që kështë pas jetën. Por Amazonat për pora, për di tash veç për pora, po më duhet ka pas shihet ma shumë. Por atë arsye se rinia ka qenë shumë e afruar njëri me tjetrin. Shumë kanë pas harmoni diçka në mes vjetit. Po edhe në gjëshin mëre burrat, baba lartë, vllazën e lakte, në gojshin një fjalë me thonë, jo sa djalja po nimpja po dikush, po dhe këshia në gojshin. A keni pas ma shumë mysafir për iftare? Ku është puna e mysafirëve, për para, thuja se vishin paftu. Për atë arsye vishin paftu se s'kish telefona, s'kish asire shkur vike kur e shesh një sjerë. Po, ato nanat tona e pregaditëshin të me thonën, sa ishim naj për shembull 20 vjet, a i pregadit edhe për 10 vjet. Edhe pse e për si hyrë dhe me thonë diçka, e pregadit. Po për para në rinin teme, ka fjallën, iftarat kanë qenë simbolike. Ushqimin e kemë përdorë mas shumë, që ata e kishim dhe me thonën llojt e bilmit nave, bukën kollomoqe, edhe normal edhe bukën e grunë, po blushmin mollin tonë, bukën e përzishmi me kollomoqe thejkan, kollomoqe jelë, dhe me thonë ajo përziko, me keni një aromë, shumë të kanshme ka pas atër ajo bukë, për atë arsye se u bluken mollin tonë, me ujë. Kështu që iftarin kur e prismi, se atëherë kem qenë kallabllak familje, 20 vjet, 30 vjet, dy sofra. Dhe gjithë, me thonë sofrën e kem
e kam përdor dhe përdor me ende, po përpara kem pas sofrën e madhe njëherë sa që kjo. Ush mi kri. Ka pas shumë një farë knasësia. Po tash nuk knasësia e madhe, po përpara se ishme bashkë këthi krejt. Llojt e bilmet na vaj përdorshme, do më thonë rregullisht si një iftar, si një sifir. Në kohën e iftarit, ne kem pas, im sheke tufanit kur ma ke iftarit për para. Se nuk kishmi ora, s'kishmi. Edhe në sefir qashton, do me thonë, se po sheshin, do me thonë, anatona, një ora, 2 ose 3 orë, që vika e tufangjia që im sheke tufanit, që mos ta dhe s'ke dritën. Atë nuk ka pasën rrim elektrike, na? Po edhe s'keni lama, fenera, po dishka. Pa e dhez, nuk unal ka i qajmë sheke të poni. Kur edhe s'ke, do me thonë një dritë, atër, po shke të shpje tjetër. Shkështë në radhe, jo vetëm e një shpit, se edhe pse më kanë, do me thonë, lagja jonë, ka pas të 20 shpi, si në cëllot shpi shke. Deri sa të 20 dritë, do me thonë kish obligim, se kish atë përfitimin e vetë. Kështu që... A e manë men sa vjetë ti ke pas kur ke fillu për herë të parë me agjeru? Po kur kom fillu për herë të parë, ka qenë në muj maj si... Shumë i rrezikshëm ka qenë. Se orari që këtu zgjatë. Ase e vike, koha atëherë ka qenë koha me miell kolomaq. Jo bache, jo me prashit kolomër, se për para prashishmi me argat kolomër, dhe me thonë, tanë ditën, kur vike mramja drejtën me të thonë, shumë lësmi, tepër lësmi. Po e kishmi atë bindja në fetare që ashtë madhe, si. Jo për ata, po dhe s'guzeshmi pi bau, po s'ma shkurse. Edhe, në korrik e më rinjë 3 herë. Korrik. Kem pas do kojshi me të thonë drejtën si ato, kur ka në mramja, nuk janë nda për të mirë, njëftarë. Pse? Po, tanë ditën pa uj, tanë ditën të punune, kur kashin, gjak. Edhe, ndi ka pas njerës të nasë ju ka ratë fikë. Kur ka piju, ka ratë me njerë ujtë ka sulmu. Po, nuk ka pas kush disa të këshia të me thonën, po, ta është që ato njerëzit atë bindjen qashtë më dhe kanë pasë, si mos ta mojë Ramazanin, nuk i në fej. A me ta thonë drejtën ti një mirë për në i ke për para, me i majtë 20 antarë të familje se qashtu ka qenë për para. Po nëse s'muhat ajo, apo lëndot, apo dishka, sen, ato fëmija, familja atër, dhe me thonë, e këshin keqë. Ramazani kishte gjithmonë lezet, e më shumë zbukuroj kur kishte mysafir të shumët, qofshin të ftuar ose jo, kështu që gra duhej të gatonin gjithmonë ushqime rezervë. Madje, hoxhallarët ishin të ftuarit e çdo shtëpie. Murati na rrëfen se bëheshin me vlude të ndryshme për të burgosurit e për ushtarët. Për para, mysafir ken pas shumë ma shumë. Edhe pse kanë qenë kushtet, ndoshta kanë qenë ma jo të lakmueshëm, jo të mira sikur sot, po ka orë mysafir se thëshin për para mysafiri vjen me në nafaka, kupton? Vike një musafir, bajke vaki, vike se ka tonet për rreth i kem i vajzë vika, po i krevenika, po ato nuk e dishin se unë jam të shkue, ato kërë bashkë ati 3 parë mysafir. Po, thash nana tona, nuk e bajshin bukën vetëm për sajna kana, për shembull 20 vejse, deri 27 antarë kem qenë, na? Po e bajke edhe një herë thuja qaqë.
A nuk u kanë si kur sot për shembull si pe e marrë në shtinë frisa pasin, apo derin si fish, si mos krijet derin si fish, ajo do më thonë u gjujke. Po kem kalu mirë, nuk kem pas do më thonë kush disa probleme të mëdha. Po që ato mysafir si kanë ardhë, ka pas mundësi si kanë derin si fish. Derin si fish kanë të bo muhabet, të qaj halët me njërin tjetër. Se e pis larg për shembull 10 km, 15, 20 km kanë ardhur kam. Veç për iftar. Vetëm për iftar, normal edhe për sifir. Po kishte mundësi, mos me shku 2 ditë, 3 ditë. Se do më thonë edhe qatë natë ka ardhur vetë, nesër të nalke. Do më thonë ai i familjes, udhëheqës i familjes do më thonë. Mandej kish mundësi si e nalshin edhe kojshit. Ka pas mundësi të ne si nuk ka shku njeri një avë dit nuk ka shku në shpiheq. Ka arë njeri, ka arë me marrë vesh kumet për shembull Murati, për shembull kumet filan, se tër telefona jo, automjete jo, me kual, me mushka, me që them. Për me respektu dikan, për shembull ka ardhën, unë i fshat Sillarin të Maqedonisë, Blac, e ka radushe, ka plot katuna, ne ka ardhë më pe atihit, për me aboni një respekt, se dhe me thonën ushqimi kryesor të ne është specialiteti kryesor në flinja. I kanë shni flinj, kanë shni pite, i kanë shni krelan, lloj ndryshme, dhe me thonë, se ai atë musafirin për me egzu, se po m'bën nerë, dikush po m'bën nerë, edhe kanë bën nerë, edhe kanë bën gjithmonë, po dhe tash i bëjmë nerë, po m'duket mu përpara ka nera më mirë. Sa që e kënë kam, për shembull, prej Sillarës si tash, pe një gishtanë, për i Greqanë, kam vike Kotlin, në katon temë, kam. E dhe më thonë, pse mos me neruat një, ku si ka dash me të neru. Përpara, bashkë me vlude shumë. Kur bashkë me vlude, smrami, pe e bëjmë një lutje për të burgosnit, për asker, më ushtartë, pe e bëjmë për njëkë, që për parë gjithë ka pas njëkë politikë, pa mërë prasish. E do me thonën, tashti, se me vludin e bashkë me regullisht, tashti nuk po bëjnë. E rituale tjera janë, se ne, kujna kanë atin mahal, do me thonë, lagje tonë, teravit i falshmi. Falshmi teravit, po, hoxhën e mërshme na për shpia. Për shembull një natë, një natë haj tjetër, një natë haj. Do me thonë, dy herë biken për Ramazan. A i shkojken shpite. Kem pas lloj hoxhallarësh, kem pas pititovës, kem pas prej. E tash, a pi merr një hoxhallar në iftare? Jo, se po na hanë bukur shumë. E një farmësire të hoxhallara ban me kallëzue. Kishte pasar një hoxh një iftar, dikon që me hoxhallar për para në kretë venit. Edhe qesin me hongër tana të mija, si thashën e gjitha, mas mramja qesin një tamëllëriz. Dini shka tamëllëriz, po. Se në teto, shpesh jam hongër në teto, se jam konë refugjatë e tjede që që thëni tamëllë, dhe dhe ishin qëmës, po tamëllërizit, që e qashtu. Edhe, hoxha merak kresinën me hongër, kajmakin. Një natë, një anë thotë, me apo diçka thotë hoxhës, ha? E merë tilbena, për di që janë tilbenat, që janë konë si të rallë. Po? Si kin. Edhe e merë, shkon në shpia dhe thotë, unë e kam në ishtë, ta më lëritin, thotë, me një nani. E merë ata një qëtë, për misa është e pësinja. Rak, edhe masa, non kajma, ka pese e rallë aja. Dhe janë njës të hongër, e më mbledh hoxha, kur e mbledh kre. E qënë të gu, e qënë të tjenë gjisë, e për me qute bërë s'kapë, e për me qute bërë njërë për që atjetë. Të dira jo,
Jo me nejt, asina se i trësheqin pleshtu. Të dira hazër, si kur është dire, se ati na ndire, thot, pështejle hosh, pështejle. Pështejle hosh, pështejle, së reqojte, po është të duhen, tha se një qeka shlosh. Një avë ditë s'kish pas gudzoj me orë më nejna heq. S'kish gudzoj me orë. Edhe, qashtë në hoxalarë për pare, po nuk ishin kanë hoxalarë më duket, kur vike ditë 3 ditë me orë Bajrami. Do me babalar tonë, ato shkojshin në Kaçanik e kina pas, do me thonë, konë ditë 3, konë Kaçanik, shkojshin në bleshin, të s'kina pas, tash, lastike në bleshin, u knashin, me që ato ishim i të knashin. Që tash i ka njëri, ka 3-4 parë pusë, nuk ojnë knashin. Loj ka ushqime, loj veshe, loj madha, nuk s'm duket ki. Që shmone ti ki 10-15 parë pusë, ki që ati nuk duket, çka kjo punë? Në frymën e UÇK-s nuk ishte si të mos përmendeshin edhe krerët e saj, ata të cilët po mbahen në Hag, të cilët sipas Muratit i mungojnë jo vetëm çdo feste, por i mungojnë Kosovës. Zemra mas e na dhe pjesë atine, po dhe mos me konë pjesë e luftës, do të me të dhim zemra. Do të me të dhim zemra se ne e kemë bon atë pa mundur në të mundur, për shka e thonë këta se unë kam qenë ushtari i Jugosllavisë. Karlova se di, Karlova që kur qelke kodra, sa kjo osoj si e fokusu përës. Loj armatim, treni hike atina, loj armatim në shpike. Kem di se shka ka. Po qarë zëllumi ma si u banë poplin tonë, se s'patëm kur shkojmë. E tash si, ai gjenocidin si e bani Serbia në Kosovë, kjo e pa imagjinueshme që ka bo. E këto tash ti, se gjithkon në botë, lojala që ka janë, thënë liria do gjikohën. Po të ne, shkoj kundër ta. Një çlirimtar, ishin një vesh një natë me fletë në malë. Vesh një natë me fletë në malë, mund është me para mendohet gjitha çka mund deri çish mundet me të ardhë. E këto mu që kundra me thonë, jo cali bani kështu, jo maltërtoj, jo ma maltërtoj këta, jo më bani kështu, ti mërbora. Je qasi shka se, po, se s'më shkon me thonë, që mërë të kuj ki, shka thu jo tje, diçka, disi ma ke masakru fëmin 2-3 mujsh. Po këto pse, ndoshta dhe ja ka dhënë në shuplaku, se ndoshta i ka folën, ka dalë se nuk jenë në rrugë çish duhet. Edhe nuk janë kanë në rrugë çish duhet. Kjo me shpirt për popullin tanë, për kombin tanë, se gjithmonë te ne luftat nuk janë nalë kur me armikun, çdo 10 vjet. Sidomos Drenica, çdo 10 vjet ka pas luftë. Edhe me akuzu ushtarin, kjo së të ma marrë me si në Gjaknjeri. Së të ma marrë menja Gjaknjeri, na kemë protestu një ditë me 2 prill atje. Pasha besën, kur dole vajze Kadri Veselit, ketëve na ka mërthi vaja. Krejtëve, salate, po krejtë shka kenë. Edhe ato në mos protestus. Unë këto njerëz shka janë kundra vetës i në rojshon. Atë kundra vetës është. Aj, qka do me thonë ti, je qunë më mëngjes, ke shku në Saba, ke shku, po që shemull në une për veti, po flasë, pe i këtu unë, dhe që ati kemë pas për një vetë, dhe shmi që ati të Alba, shkiet në arshim, policia, milicia. Ku shkon, përlet e një epsha. Thëkin, jo ki, jo son, ki, jo tjetër, kur që e malë, kështë, të dhe i barë, qashton. Hala ma poshtë, qashton. 3 vejnë. Kur mesh mi ushim, ku e qërën, pse e merë? Kujtë e që këtë ushim? Mërë kam familje, jo e tja që që kësë. Që di? Ato po i harrojmë ne, ato që ka në kanë bon, zëllum, dome, zëllum, hala njerë nuk dhije se ku janë, a janë bare eshnat, bare tja gjenë. Ato dhe eshnat së një janë tja gjenë. Edhe
edhe hina akuzën tonë kjo për mosh turp i madh është më taku bile me atë. Po shi që unë kam qenë të me alloni kurajo babës Hashim Thaqit, në Boroj. Edhe kom pas me shku të gjithë, po nuk. A mundje me fol me Haxhiun? Po. Çka tha? Çka i tha? Haxhia është optimist fort. Kur i tregoj një aty spjele zonë është, mas i ullën plaku 7-80 vite të hanë, që më ka marrë në grikë dhe tukajt. Që tash unë e të ne tash si edhe s'po muj me dëru fort, s'po muj me baj fort. Tukajt, thash ka dalë o burë, thash unë e ku marrë, thash tha, faleminderit shumë, s'ta harroj kur, thash, si kur me marrë, tha, djarë jam, tha këta. Mu ka do kësa. Çka i tha ti? Unë i shpreha, jallash një kuraja të fort, jallash, se së shpejtë të lirohen, që na ki neve, ne jemi jenë të jenë to, a e tash ti, e thash, a kanë marrë për si ka vjedh dishka, e ka marrë si ka bon ai punë të keqja dishka, jo për ata, thash, po ti dush me konë krenar o burë. Dush me konë krenar që ke posa se djari, se jo krenar që e kanë marrë në burë, se di se kush e ka qurë në burë këta. Ata, du me o gjithë krenë. Po, kam njët me shku edhe njëherë, kam me shku njëherë, do t'ju shoj, krejt do t'i vizitoj, krejt, po pale në ditë. E o është shofë si, me të vërtet, kur t'ullësh në sofër, nuk është e djalin, nuk është e vllavin, nuk është e babën, është ranë, po tash ti, na do të me kanë krenarë, çfarë krenë shkenë. A të vjen keq për ta, bas që nuk janë në mesin tonë? Po, që ishtë të më vje keq, shumë bile, shumë. Më të thash një njësh, çka ka gjak, çka vjen e ranire, si vje keq ati. Po, kanë shprejsa që të lëshohen, anë se unë gjiku cali, dhe me thonë 25 vjet, po kanë shprejsa që të lëshohen, do të vinë liri, do të akzojnë. Që tash ti, Serbia, me bon dishka, po për me konë kundra shtetit Serbisë, më shirë këtë burë, se në kam që edhe në dhejtër, për ne patër morë kushtetute. Po, Serbia dorën e vetë nuk e pengon, atë dorën e huj e pengon. Bashkëbisedës i bashkohet edhe nipi i Muratit, i cili na flet për babajin e tij, i cili kishte qenë i burgosur në Pozharevac. Kushtrim thuja se baci pas ka qenë afër juve gjithmonë. Qysh e mon bacën me te prej vogël deri sa? Unë e gjagje, se unë i thamë gjagje, tash më shumë e moj men kohën e luftës, se më herë kam qenë shumë i vogël, do të thonë 9 vjet, 8 vjet. Edhe do të thonë qysh në atëherë kemi ndëgju lajme, se na kemi qenë në refugjat në Maqedoni, dhe kemi ndëgju lajme që gjagje ka qenë luft, edhe pas një kohë kemi ndëgju që ka qenë i plagos, ka marrë plak trana, edhe ka qenë një periudhë e kohës që nuk kemi mujtë me kontaktu me ta. Në atë kohë, në më thonë gjatë luftës, edhe prindi baba ka qenë luft, e prej luftë i zënë rob, edhe pastaj edhe i burgos në Pozharevac. Edhe gjagji i plagos në luft, po gjatë transferimit ti që prej frontit i plagos në për male, në për fusha, të e kalu kufinin zez, e derën të to, një rrugë gjatë, i cili kogja, si pas ti që nga ka të regu, kogja sfit, kogja dhimbjet mdoja, edhe pasaj është transferu në Tetov, në spitalin e Tetovës, edhe atje shumë vështirë, për arsye se ka qenë edhe regjim normal Maqedon atëherë, edhe rreziku ka qenë që mu lëndua dhe prej pushtetit Maqedon.
Po kthehemi te Xhaxhi. Xhaxhi ka qenë i butë, njeri që ka pas parime, i vendost, i afërt, i lirë me neve, që shpesh herë edhe jemi në zonë me ta të lujt. Kemi nejtë shumë na për oda, shpesh herë na ka këndu, na ka kënu me qifteli, me kavall, edhe na ka kallëzu për tregime të moqme. Cila është një sen ose një veti e basit që pëlqen ty ma shumë, e Axhës, e Xhaxhit? Veti e Xhaxhit që është mendje hapur, që kjo më pëlqen shumë, përësi se mundohet më qas me, sidomos me trit, më ju përshtat trive, që mos me shku në atë stilin e unë jam i më shumë edhe me majtë stap, po është i qasshëm edhe ju qasët trive, sidomos ju përshtatet, qoftë edhe fëmijëve. A ka, e përmene që kënon me gajde me qifteli, a ka naj kongë që ty pëlqen mas shumë të cilën e kënon baci jafat kongës të cilën? Po, shpesh herë e kam dëgju të e kënu kongën Ona i Kosovë, Muslim Varova, edhe ata e pëlqej kur e kënon, edhe shpesh herë e kënon. Qysh njihështi kur e din që Xhaxhi ka qenë luft, babën e ki dëshmor, qysh bën uni ky fakt? Dijem krenar, jashtëzakonisht krenar për kontributin që kemi dhënë për vendin. Asnjëherë nuk kemi hezituar, pa marrë parasysh në çfarë forme, në gjithmonë kemi kontribu, edhe kemi shumë dëshmorë, kemi të plagosën, kemi edhe veteran, familjarë që pa luksin e tine, ndoshta edhe sot nuk do të ishim edhe ullë këto, me bu muhabet, lirshëm. Jemi shumë krenarë. Bac, me qenë se edhe nipit po i pëlqen ka konga shumë, mu i Kosovë më stuj Marova, apo ja bën qepin pak nipit edhe mu, Po një 2-3 rishta, Po, pse jo, që. refrenin. Si që tonë të zakoni i odës e shqiptarit, Murati për fund me kërkesën tonë e afot këngës me qifteli në odën e tij patriotike. Dritën të kësaj, në sharkisht. Unë me ndjerë, kada ka të krasë. Ndash për ullën, shkanë, ndash që i zdoni. Se në Prishtinovat jevo pikë spoj ori Ani krisi to jo pia o me duhije O atje gjakova i jo shqiptojari Rane tok me bipen se
Faleminderit. Faleminderit që na respektove. Zemra mas e na dhe pjesë atine, po dhe mos me konë pjesë e luftës, duhet me të dhim zemra. Duhet me të dhim zemra se ne e kemi bon atë pa mundurën të mundur. Për shka e thëmë këta se unë e kam qenë ushtari i Jugosllavisë. Karlova se di, Karlova që kur qelë ke kodra, sa kjo osoj që fokusu porës. Lloj armatim, treni hike atina, lloj armatim shpike. Kem di se shka ka. Po qarë zëllumi i mas që u bon poplin tonë, se s'patëm përshkoj. E tash si, ai genocidin si e boni Serbia në Kosovë, kjo e pa imagjinueshme që ka bo. E këto tash ti, se gjithkon në botë, lojala që ka janë, thënë liria do gjikohën. Po të ne, shkoj e kundër ta. Një çlirimtar, një vesh një natë me fletë në malë. Vesh një natë me fletë në malë, mund është me para mendohet gjitha që ka mund dhe që mundet me të ardhë. E këto mu që kundra me thonë, jo cali bani kështu, jo më maltërtë, jo më maltërtë këta, jo më bani kështu, të mërbora. Je që asë i shka se, po, pëse s'më shkon me thonë, që më rëtë i kujki, shka thu jo tje, di shka, di si ma ke masakru fëmin, 2-3 mujsh. Po këto pëse, ndoshta dhe ka onë i shuplaku, se ndoshta i ka folën, ka daj se nuk jenë rrugë qështë duhet, edhe nuk janë kanë, rrugë qështë duhet, kjo, me shpirë për popullin tanë, për kombin tanë, se gjithmonë të ne luftat nuk janë nalë kur me armikën, çdo 10 vjetë. Si do mos Drenica, çdo 10 vjetë ka pas luftë. Edhe me akuzu ushtarin, kjo së të ma marrë menja si në Gjaknjeri. Së të ma marrë menja Gjaknjeri, na kemë protestu një ditë me 2 prill atje. Asha besën, kur dol vajze Kadri Veselit, ketëve na ka mërthi vaja. Krejtëve, sallate, po krejtë shka kemë. Edhe ato, dhe mos protestus. Unë e këto njerëz shka janë kundra vetës, i në roj shumë. Edhe kundra vetë vetës është. Aj, qka do me thonë ti, je që unë mëngjes, ke shku në sabah, ke shku, po që shemull në unë për veti po flasë, pe këtu unë, dhe që ati kemë pas për një vetër, dhe shmi që ati të alba, shkijet marëshim, policia, milicia. Ku shkon, përdet e rëtë një efsha. Thëjkin, jo ki, jo son, ki, jo tjetër, kur që e malë, shështë, të dhe i barë, qashton. Hale o ma poshë, qashton. 3 vejne. Kur mesh mi ushim, ku e qërën, pse merë? Kujt e që këtë ushim? Mërë kam familje, jo, e tja që që kësë. Që di? Ato po i harrojmë ne ato që ka na kanë bën, zëllum, dome, zëllum, hala njerëz nuk di se ku janë, a janë bare eshnat, bare t'jargjen. Po të dhe eshnat së janë t'jargjen. Edhe hina akuzën tonë kjo për mosh, turp i madhasht, më taku bile me atë. Duke u ndjerë më së të kënaqur për këtë iftar teje të mirë e tradicional, duke e parë se kishte rënë edhe nata, ne kërkuam leje nga i zoti i shtëpisë. Bac, faleminderit edhe një herë për mikpritjen edhe për respektin që e bone për neve. Faleminderit edhe për juve shumë. Edhe me leje qëtash, apo na jep? Jo. Që atë kam merak se nuk ja për leje kuj, si e pa e bon atë, kur ta dion se bon të bon. Shumë faleminderit, po e kemi në rrugë gaz, bac. Po ma i kam që ma i ka pak se qish jo. Shumë faleminderit edhe një herë për respektin, për mikpritjen edhe për gjitha. Faleminderit për juve. Ishte kënaqësi e madhe kur takohet njeri me njerëz një gjakut, një familjes. Se çka ta mërmenja ti me paskon para luftës, këshim kucovë me bon qështë. Shkoj këto, në Lezhan, prizën, në Lezhan Shqipni, në Lezhan Podijeve, në Lezhan Pegja, ko shkoj, asë që të nalë kosh.
Urojmë që jo vetëm Ramazani, por shqiptarët të jenë të bashkuar në çdo orë e ditë, sepse vetëm ashtu na ka hije.